Zonja dhe zotrinj, do doja të shpreha falënderimet e mia komitetit organizues për ftesën për të marrë pjesë në këtë konferencë të parë ndërkombëtare në Shqipëri për periudhën Shqipëria në periudhën bizantine. Dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e kongresit të këtij komiteti organizativ dhe Komitetit Shqiptar për Studimet Bizantine, Andi Rebeçi. Do doja të ekzaminoja territorin, pozicionin e territorit të Shqipërisë së sotme në perandorinë bizantime. Në atë perandoria bizantime e ushtronte territorin e saj deri në shekullin e 12. Më pas pati disa ndryshime të cilat u shkaktuan nga pushtimi i Konstantinopolës nga Krusadët, që ishte edhe momenti ku ndryshoi situata. Patjetër që kishte procese të cilat ishin në vijim, të cilat çuan në zhvillime të rëndësishme, siç ishin për shembull Krusadat. Në kohët e lashta, Mesdheu dhe deti i Zi ishin të vendi ku kolonitë e qyteteve grekeve u zhvilluan. Pjesë e këtij rrjeti të këtyre kolonive ishte edhe Adriatiku, ku mes të tjerash Epidamus, që Durrësi, Vlon, Dykleton u zhvilluan dhe u themeluan dhe u zhvilluan. Pas gjatë periudhës romake, deti Adriatik ishte pjesë e asaj që ne quajmë sot Mare Nostrum. Mesdheu ishte dhe është në mes të perandorisë dhe në të njëjtën kohë në mesdhem. Zona ishte interes ku neve kemi interes përfshihet nga Algjeri i Apulias në veri deri në zonat qendrore të kontinentit evropian, aty ku hapet kontinenti evropian dhe deti Jon, që është dhe hapësira kryesore ku mundet të arrihet deti mesdhem. Rajoni i Shqipërisë së sotme si pjesë e perandorisë romake ndodhej në provincat perëndimore të Ballkanit. Territori ishte i ndarë në perëndim dhe lindje në 395-ën. Pjesa lindore e detit Adriatiku bë pjesë e perandorisë romake, që është perandoria bizantine, dhe u bë pjesë edhe provincat e saj perëndimore. Me rënien e parin tek normanët dhe ligjet pasuese për posedimet italiane, brigjet lindore të Adriatikut u bën edhe kufiri perëndimor. Dhe kjo shërbeu si një urë nga Via Appia, e cila lidhte Romën me Brindesin, dhe Via Egnatia, që çonte në Romën e Re dhe provincat aziatike. Luajti një rol shumë të rëndësishëm në transportin e mallrave dhe të trupave. Atëherë, duke parë atlasin historik, mund të shikojmë që rajoni gjithmonë i ka përkitur pjesës së perandorisë perëndimore dhe gjithmonë ka qenë pjesë e saj dhe ka qenë një sferë influencë e Konstantinopolës nga ana politike, por edhe si një qendër kulturore. Konstantinopoja ishte interesuar të ruante këtë zona mes arsyeve të tjera në mënyrë që të kontrollonte rajonin dhe kalimet detare në gadishullin të Italisë. Gjatë instabilitetit të shkaktuar nga pushtimet,
u pati një zgjerim në perëndim dhe në juglindje. Territoret shkuan në këtë territor duke u zgjeruar, duke arritur detin nga ana tjetër. Gjatë mbretërimit të Justinianit, slavët penetruan në Ballkan duke u ndjekur nga avarët të shoqëruar nga slavët. Në të njëjtën kohë, bullgarët u vendosën në pjesën lindore të Ballkanit. Autoritetet qendrore bizantine u përpoqën që të hiqnin ata, apo të integronin ata dhe të përdorin ata si luftëtar, ose të çonin ata drejt perëndimit. Prania e tyre ishte një problem shumë i madh për këtë perëndori, dhe në fushat të cilat ne po flasim sot, tregtia e re nuk kishte një prani shumë të madhe për shkak të relievit gjeofizik e bënte penetrimin e territoreve shumë të vështirë. Duket sikur që kryeqyteti ishte që të mbante kontrollin të portave bregdetare, që ishte një port që ishte në zona shumë të forta ushtarake. Popullsia në këtë zonë bashkëpunoi shumë mirë me leadershipin ushtarak. Për mbrojtjen, për organizimin ushtarak dhe të mbrojtjes, ka disa prova, por pati edhe disa fortifikime. Këto fortifikime përcaktuan edhe kufijtë e territorit, qendrat ushtarake dhe stacionet të transportit u krijuan që siguruan një mbrojtje, por edhe lëvizjen e lirë të njerëzve dhe transportin e mallrave. Duhet të ta themi që forestat dhe kalat dhe kështjellat që lidhin njëra tjetrën krijuan edhe lidhjen e territoreve që mund të kalonte nga një vit e tjetri. Sulmet nga deti ishin të pranishme, të cilit ishin kryesisht arab, normanët, të ndjekur nga kryqëzatat dhe venecianët dhe të fundit, po këta të fundit ishin në paqe. E megjithatë, bazat marine ishin të rëndësishme jo vetëm për të ruajtur sovranitetin në det, por edhe për të mbrojtur kundër atyre që kalonin nga territorit e brendshme në det, çka do të thotë që duhet të kishte kontroll në det dhe në tokë. Mbrojtja ishte për të ushtruar një rrjet të kalave dhe të kështjellave në tokë, duke ruajtur një flotë të mjaftueshme dhe patjetër duke pasur edhe Durahium, i cili nga ku niseshin edhe flotat për sulma. Krahu i punës ishte i rëndësishëm për të ndërtuar pikërisht fortifikime dhe qytetet të tilla në mënyrë që të përdorin ato për qëllime ushtarake dhe detare, por edhe për marrjen e lëndëve të para dhe sigurisht veçanërisht për drurët dhe pyjet që ishin përreth. Dhe qendra e Konstantinopolës si perëndori diktonte vetë eficiencën, sikurse edhe në udhëzime të tjera. Por lëvizjen e trupave, mallra tregtare dhe sigurisht edhe posta perandorake, edhe ambasadorët ishin thelbësore për të patur, duhet të ishin edhe një rrjet rrugor me përmasat e duhura në mënyrë që të kishte shpejtësinë e dyert. Dhe rruga e Ignatit që lidhte Durrësin dhe Vlorën me Brendësinë dhe që lidhej me Selanikun dhe më pas me Konstantinopolin. Që është rëndësishme për transportimin e mallrave dhe për komunikimin dhe lëvizjen e trupave ushtarake, bëjnë nëpërmjet rrugës Egnatia, një rrugë tjetër që shkonte nga Vlora në jugun e Greqisë dhe shkonte deri në Almeros. Dhe kontrolli i rajonit
u vu kur themata, kur identitetet administrative dhe ushtarake, pra njësitë më të mëdha, në shekullin e 8 dhe 9 u themeluan. Dhe thelbësisht, zona ku po ekzaminojmë koincidon me rajonin e thematas, pra themelimin e të cilës bëri të mundur rivendosjen e kontrollit në det dhe në tokë. Në mes të shekullit të 9, temata e Kefalonis u themelua dhe kjo unë pasua edhe në fundin e shekullit të 9 me temën e Nikopolisit dhe më pas me tematën e Durrësit në shekullin e 9. Përmëtej, në brigjet dalmatike u themelua edhe temata e Dalmacisë. Përsa i përket këtyre temata, ka tekste të shkruetura nga Konstantini i 7 Porfirogjën në lidhje me tematat, pra Periton Thematon, dhe me punën e mirënjohur të tekstin e tij de Administrando Imperio, që i drejtohet djalit të vet që t'i jap atij këshilla në lidhje me mënyrën se sa ai mund të ishte një qeveritar i rëndësishëm dhe i suksesshëm i perandorisë, veçanërisht në lidhje me politikën dhe lidhjet me kombet e tjera dhe me fuqitë e tjera. Më vonë, në fillim të shekullit të 11, tematat u reduktuan dhe tematat të reja perëndimore u krijuan. Dhe reforma në institucionet e thematas i bërë nga Vasili i II pas fitores së tij mbi bullgarët në lidhjon në Maqedoninë e sotme. Ai organizoi pikërisht temata më të vogla që ishin një farë mënyre më të lehta për të qeverisur, ndërsa rajoni kishte një komandant të fuqishëm që i kishte kundër pikërisht tronin që por ama strata dhe pjesa e dyrahu duke se mbante pikërisht edhe primatin në rajon. Dhe dalja e dukshme e normalve më pas dhe të luftëtarëve nga veriu që u themeluan në Italinë jugore gjatë shekullit të 11 është të lëpërshtypje. Dhe ky pro-emperon dhe kjo e nxiti perandorin Komnenin të ndërmerrte veprime në pjesët e zonave që po flasim sot, që u bën pikërisht një fushë betejë. Dhe Ana Komneni në atë kohë i dha përshkrimin me detaje. Është një burim i rëndësishëm për të ndjekur pikërisht konfliktet ushtarake dhe kushtet e vështira të brendësisë së tokës. Dhe duke aty theksohet pikërisht edhe gjeografia dhe duke parë rrezikshmërinë e fushatës normane dhe për të parandaluar ata që të zbarkonin në Durrës, ai kërkoi mbështetjen e venecianëve që kishin një flotë të fuqishme dhe në kthim ai premtoi atyre që t'u jepte privilegje tregtare në shkëmbim të shërbimeve të tyre. Dhe atëherë privilegjet e para ju dhanë pikërisht venecianëve me pasoja negative për ekonominë dhe për zhvillimin e mëtejshëm të vetë Bizantit. Dhe si e tillë konfliktet për kontrollin e rajonit ton dha pikërisht ndryshime themelor. Dhe normanët u bë pjesë e rëndësishme e Bizantit dhe trupat e Rogerit të dytë të Sicilisë sulmuan Korfuzin në vitin 1146 dhe arritën në Teb dhe në Athinë dhe vazhduan deri në Konstantinopol ku u kthyen
më pas në shtëpinë e tyre pa ndonjë sukses të veçantë. Për 10 vjeçar të mëvonshëm, mbreti William II i Sicilisë e sulmoi Bizantin dhe pasi kapi Heraklionin, vazhdoi deri në Selanik dhe vazhdoi pushtimin e tij deri në Konstantinopol, e cila gjithashtu edhe ai dështoi pasi u mund nga trupat e Isakut në lumenjt e Maqedonisë. Dhe duhet të theksohet që pas këtij zhvillimi që përmenda, rajoni i Ballkanit Perëndimor kërkonte një rol të veçantë për të ardhmen. Nëse shikojmë tek harta dhe e vlerësojmë kohën që duhet të komunikonin nga Durrësi me kryeqytetin, me Konstantinopolin, edhe kuptojmë që komandantët e tyre shpesh duhet të, për shkak të distancës, duhet të shkonin si me tokë ashtu dhe me det, dhe kjo u lehtësua me zhvillim bujqësor që çoi në vet eficiencën e tyre dhe me përpunimin e lëndëve të para dhe me tregtinë nga toka dhe nga deti. Dhe duhet të theksohet që këto zona me zotruesit e tyre dhe me popullatën në një farë mase ngelen besnik autoriteteve qendrore. Faleminderit.